keni marrë vesh që para pak ditësh arkivi Marubit u vullos përfundimisht si pasuri botërore dhe tani mund të themi që jo vetëm me fjalë apo me çfarë ne besojmë, por edhe me ligj, me dokumenta, me vull, me firmë, Shkodra ka një kontribut në kulturën e botës. Dhe jam shumë krenar për këtë, pasi e kemi kapur në zgrip arkivin. Ka qenë realisht, domethënë, në fije të perit, i mbytur në ca zgëqje në përthas, një tmerr i madh. Dhe ju e dini pastaj që ndërtua muzeun, edhe kemi vënë përfundimisht në kontroll arkivin me laboratori, me të gjitha, por përtej si tush ndjeshmërisë edhe vullnetit ton në Tiranë, unë dua që t'i njoh meritën një djali nga Shkodra që është drejtori i muzeut Luçanit, i cili në këndvështrimin tim do të mbetet në historinë e qytetit si njeriu që shpëtoi arkivin edhe shpëtoi Shkodrën nga një turp i madh kombëtar edhe Shqipërinë bashkë me Shkodrën. Është realisht përkushtimi, ajo mënyra shumë personale me cilën ai e shef atë pasuri, si ta kishte jo të vetën, po si ta kishte pjesë të trupit vet, që i bën shumë nder atij idealit, edhe që unë jam shumë i privilegjuar që kam pasur mundësinë ta njoh, sepse realisht ne mund të bënim muzeun, ne mund të bënim financimet e nevojshme, por në pa atë djalin unë besoj që ishte shumë vështirë. Por shembulli vlen për të thënë që ne duhet kapemi fort pas këtyre gjërave që ka Shkodra. Edhe kemi disa gjëra në zhvillim, kemi muzeun e ri të kujtesës që do jetë